ku je dhe nëse është lokalizuar apo jo zjarri nga ekipet e zjarrfiksve. Po, përshëndetje për ju në studio dhe për gjithë shikuesit të ATV-s. Ndodhemi pra këto në fshatin Siçeve të Prishtinës, ku një incident zjarri është raportuar të ketë ndodhur pas ditën e së dielës dhe që ka vazhduar edhe gjatë ditës së sotme. Sipas informacioneve, më shumë se rreth 10 hektar mal pra janë djegur, ndërka që ekipet kanë dalur menjëherë në teren për ta lokalizuar zjarrin. Ka ende erë tymit në këtë lokacion ku po ndodhemi, por jo zjarr, sepse sapo biseduam pak më herët me brigadën e zjarrfiksve në Prishtinë dhe na treguan se zjarri është lokalizuar, ndërka që ekipet e zjarrfiksve kanë vazhduar në një lokacion tjetër në fshatin Kozaricë për ta shuar një zjarr tjetër që është raportuar të ketë ndodhur. Ky zjarr pra nuk është i vetmi që ka ndodhur këto ditët e fundit. Kjo pasi për 3 ditë radhazi në tërë territorin e Kosovës janë shkaktuar më shumë se 300 zjarre, pra është vërejtur një shtem i ndjeshëm i këtyre rasteve gjatë këtyre ditëve. Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave, gjendja aktuale e zjarreve është rrezik dhe se është jashtë normales. Sipas AME-s, nga këto zjarre 75 kanë qenë zjarre malore, 165 zjarre fushore dhe 63 zjarre të tjera. Ndërka sipas Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave, shkaku kryesor sipas tyre është vetë faktori njeri, pra këto zjarre përshkaktohen nga njerëzit të cilët nga pakujdesia apo edhe qëllimisht po i shkaktojnë këto zjarre. AME ka treguar se në koordinim me policinë kanë ndërmarrë veprime të nevojshme në teren dhe kanë lajmëruar se që nga dita e sotme do të ketë shtim të numrit të zjarrfiksëve të cilët do të patrullojnë në për gjitha komunat në mënyrë që këto zjarre të parandalohen. Faleminderit shumë për këtë raportim të drejt për drejt, ndërkaq Ardiana gjatë ditës ka qenë edhe në aeroportin e Prishtinës për të na raportuar